Të dyshuarit për trafikim me migrantësh vazhdojnë të reklamojnë hapur rrugët drejt Mbretërisë së Bashkuar në TikTok, pavarësisht goditjes ndaj postimeve online që promovojnë kalimet ilegale përmes kanalit anglez. Brenda pak minutash kërkimi me terma në gjuhën shqipe në TikTok, Daily Express gjeti disa llogari që duket se promovojnë udhëtime drejt Britanisë me gomone të vogla, me postime që shfaqnin harta të rrugëve në kanalin anglez, flamuj britanik dhe përshkrime që u kërkonin përdoruesve të kontaktonin për më shumë informacion. Kur u kërkuan terma në shqip që në anglisht përkthehen si nisje angli, gomone angli, Franca angli apo rruga angli, u shfaqën disa video që duket se reklamonin udhëtime përmes kanalit anglez. Vetëm brenda 5 minutash kërkimi, u gjetën të paktën 4 llogari të tilla. Për shembull, një përdorues me emrin Kales Dover publikoi një video nga Bregdeti, ku shihet një helikopter në qiell me shumë gjasa patrull kufitare, me përshkrimin: "Nuk ka helikopter që mund t'i ndalë shqiptarët të ikin drejt mbretit." Një tjetër llogari me emrin Rruguk World ishte edhe më e drejt për drejt. Ajo publikoi një hartë të Google Maps të kanalit anglez që lidh Francën me Britaninë me mbishkrimin: "1 orë e 52 minuta, më shkruani për informacion." Kjo llogari, e cila publikoi një tjetër reklam edhe këtë javë, shpërndau gjithashtu një video me një gomone me mbishkrimin: "Nisje çdo ditë me çmim shumë të lirë." Një tjetër postim nga Nisje për Angli shkruante: "Bëjmë kalime detare çdo ditë. Kush është gati, interesuar për nisje, të na shkruaj mesazh." Një nga postimet ishte parë nga më shumë se 1000 përdorues. Më parë është raportuar se bandat kriminale shqiptare reklamojnë kalime të kanalit anglez për vetëm 150 pound, shumë më pak se mesatarja prej rreth 2000 poundësh për person. Agjencia Kombëtare Britanike kundër krimit e zyrtarët e forcës kufitare besojnë se oferta kaq të ulta mund të jenë mashtrime që synojnë emigrantët vulnerabël që nuk kanë para, ku mashtruesit pretendojnë të ofrojnë kalime që në fakt nuk ekzistojnë. Megjithatë, bandat mund të kenë ulur çmimet edhe për shkak të rënies së kërkesës. Numri i shqiptarëve që kaluan me gomone të vogla drejt Britanisë arriti kulmin me 12700 persona në vitin 2022. Po atë vit, Britania dhe Shqipëria nënshkruan një marrëveshje deportimi për të penguar dhe goditur rrjetet kriminale, pasi shqiptarët u bën kombësia kryesore e identifikuar në mbërritjet me gomone. Pas goditjes së autoriteteve, numri i kalimeve ra ndjeshëm në më pak se 10 emigrant në muaj. Agjencia Kombëtare kundër krimit ka paralajmëruar më parë se grupet e krimit të organizuar që merren me emigracionin ilegal përdorin rrjetet sociale për të reklamuar kalimet ilegale dhe se disa kriminal përdorin reklama të rreme për të mashtruar emigrantët e mundshëm. Agjencia deklaroi se më shumë se 10.000 postime, faqe ose llogari të lidhura me krimin e organizuar të emigracionit janë hequr gjatë vitit 2025 pas raportimeve të bëra ndaj tyre. Megjithatë, kërkimi në TikTok sugjeron se llogaritë që përdorin reklama në gjuhën shqipe për rrugët drejt Britanisë janë ende të lehta për t'u gjetur. Kur përdoruesit kërkojnë këto reklama, platforma shfaq një paralajmërim ku thuhet: "Njihni rreziqet, rrjetet kriminale përfitojnë nga njerëzit që përpiqen t'i shpëtojnë konfliktit dhe varfërisë." Sipas TikTok, mes tetorit dhe dhjetorit 2025, 98.6% e përmbajtjeve që platforma hoqi për shkelje të rregullave mbi shfrytëzimin njerëzor u fshin përpara se të raportoheshin. Në mars 2023, kompania prezantoi disa masa paralajmëruese në kërkimet e platformës për të informuar përdoruesit mbi rreziqet e trafikimit dhe kontrabandës së emigrantëve dhe për të ndihmuar ata të marrin vendime të informuara.